Pas 46 viteve përvojt pune në administratën komunale të Ferizajt, Fatime Zymberit sot erdhi dita e pensionit. Zyrtarja njohur si Dada, sot i mbushi 65 vjet, që për të njëkohësisht ishte edhe dita e fundit e punës në zyrën civile. Ajo, punët e ditës së fundit, i mbaronte me shumë vullnet, duke u shprehur e kënaqur që arriti të del në pension shëndosh e mirë. Thot se gjatë kësaj periudhe kohore si punonjëse me vjetër administratës ka pasur përvoja nga më të ndryshmet. Këto 46 vite kom dhënë atë kontributin tim në ato mundësitë e mia, po edhe jam shumë e kënaqur që po përfundoj me këtë mas pari me shëndet, e dyta me ato veprat, janë vepra tjera i vlerëson dikush tjetër, po kam kalu shumë mirë me kolegë, me kolege, me gjithë, po gjithve ju jam mirë njës, për fund të më kanë neru, më kanë respektu, më kanë pru dhuratat ndryshme, i falenderoj për zemërsish. Dada thot troq që zhvillimet komunale nuk patën përmirësim as pas luftës, ndërsa pozita e gruas në institucion lë shumë për të dëshiruar. Nuk jam e kënaqur në shumë aspekte, jo në çdo aspekt, por në shumë aspekte. Nuk ka shkue që shumë e kam pas dëshirë. Po, për zhvillimet e Ferizajt, zakonisht po foli, po. Po, inshallah, vinë ditë më të lehta, vinë ditë më të mira, unë si të shoh mirë gëzona edhe për trina. Ka qenë periudha më e mirë e punës në këtë institucion? Periudha më e mirë në këtë institucion kur s'ka qenë heq. As para luftës, as pas luftës. Nuk ka pas ndryshime pas? Vallahi shumë. Shumë. Si është trajtuar femra, pozita e gruas? Pozita e gruas kur nuk është trajtuar si duhet. Edhe tani nuk po trajtohet, edhe kur s'ka më trajtu. Zonja Zymberi tregon për planet që presin si pensioniste. Unë e pi ditës nesërme e kam ndërmend me fillu me jetë shkrimin ta. Prej asaj dite që i këmësu shkronjat e para, e deri përfundimin e karrierës time, ka dal-dale, do t'i shkruj, kam angazhime, e kam një nep, e priti edhe një tjetër, shpijes po plasi, i kam edhe tjertë, qikavi kam qikat martune, e gjithat mirat i kam, mas pari jam shëndosh, e falenderoj Zotin që jam me shëndet, edhe besoj që veprat nuk pi thëmë se veprat, ato nuk shlyhen koras, nuk, po, unë jam përgjithsisht një respekt po sa që me kom pas pi gjithve. Kush dhe t'ju mungon asë shumë ke? Po, apo palet? Vallaj, palet ma shumë, palet. Palet jenë të mëdhim, se me palja marë shumë edhe në mënyrën teme ju mundu çdo moment me ju ndihmu, edhe me këshillu, edhe me sugjeru, edhe halallu qoftë. Për të nderuarën Dadën, koleget e punës ja organizuan një koktej, me që rast ajo pranoi edhe shumë dhurata nga bashkëpunëtorët e derisotshëm. Edhe ndasëm patosit e para ju. Amin, me gjithë doa gjithë, faleminderit, edhe me gjithë ty e me gjithë.